Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Pjesa më e madhe e atij suksesi është që të tërheqësh të rinj dhe të krijosh frymën e qenit cool. Po flamur. Na bëj 3 kg mish please, se na vin njerëz për darkë të shtunën. Unë funditës nuk bëhem dot politikan se un kam shumë fiksim pastërtin. Në mënyrë të pandërgjeshme edhe pa dashje u bëra pjesë e sistemit. Të shikoj se si debatojnë njerëzit kur janë përballë njëri tjetrit dhe jo nga komentet e TikTokut ku thonë vdis bler. Janë pak culturally retarded, duhet ta them kështu në anglisht. Kam gjë më fantastike. Teori konspirative, por sikur kjo kënga të shëmbëllej çfarë është dashur, sa i vajzë të bëj që të arrijë deri aty. Po, kështu Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Atkesish e djata shqiptare në këtë po shndërrohet. Në një grup njerëz me teori konspirative, doli ky Belindi. Po. Edhe kishte dalë në foto me Trumpin. Belindi, që emri ka Belind. Kishte dalë në foto me kishte dalë në foto me Belind Kolliçi. Kishte dalë në foto me një emri është sikur ti kush ka dashur. është si emri një personazhi komik. Belind Kolliçi. Do të do që mbabi vetë. Të fitojnë zgjedhjet dhe direkt na bëjnë burgosur politik. E pastaj Zoti Kolliçi. Do fitojnë zgjedhjet, do fitojnë zgjedhjet, edhe pastaj do na fusin në burg, do na bëjnë ekstradim se jemi tallur me liderin dhe pastaj fëmijët tanë do thonë jo pas e shife. Do i çajnë karin njerëzve kur dritë. Dhe kur ka thënë babim që Belind Kolliçi ka emër weird. Po ishte Juve gallata më madhe kur tha, kujtova si që di fake. Kishte bërë foto me Trumpin dhe tha se mund të mendojnë të rinj shqiptar që që Partia Demokratike është e izoluar. Ja, ne nuk jemi të izoluar. Edhe tregon një foto me figurën më polarizuese në historinë e njerëzimit, në historinë moderne, në figurën njeriu më polarizuar që është gjallë në historinë e njerëzimit. Dhe tregon që nuk jeni të izoluar. Je goxha izoluar nëse je me Trumpin. Në mbështetjes të Trumpit do ta thonë këtë gjë. Edhe ti foto me Trumpin e përdor për të thënë që hajde më nuk jeni të izoluar. Ti automatikisht se ke bërë foto me Trumpin e ke ngushtuar rrethin e njerëzve që duan karrierë politike, që janë të rinj dhe mund të angazhohen me ty. E ke ngushtuar edhe më shumë rrethin. Në një vend aq monopartiak dhe aq me demokraci të brisht, ti zgjedh të bësh foto me një nga figurat më polarizuese që mund të friksojnë qendrën e djathtë ose të rinjtë e qendrës e djathtë që mund të mos kenë lexuar shumë politikisht dhe po mundon të edukojnë veten e tyre. Ti frikson këta me këtë foto. Edhe shumë e drejtë. Je duke shmangur të arsyeshmit në këtë. Anyway, kjo është problemi i djathtës shqiptare, një nga problemet e shumta të djathtës shqiptare. I don't know his name, but he was the best guy ever. Yeah. What a great guy. Do të thënë, kjo është e djaththa shqiptare. Këto lloj konspiracionesh kanë vendosur për qafojnë. Nuk e di sepse, nuk e di se u krijua kjo tendencë. Si të nuk e di sepse o buri dhe ose sa më fiksoni mua të gjithë juve që e kam parasysh keni lexuar aq shumë domethënë se tani keni kaluar në një modesti që ja keni implementuar vetes. Nuk e di pse kemi shkuar këtu. Si nuk e di më. E di po. Gjithkohë, je qembirçeni që kanë bërë marrëveshje me njëri tjetrin, çdo kush që ka qenë i ri është nxjerr me brek për jashtë, direkt, domethënë se nuk lejoj asnjëherë asnjë lloj mendimi i ri. Ja pra, shuari Robi këtu, duke vrarë çdo lloj shpresë, çdo lloj mendimi të hapur, duke munduar të vjedhësh çdo lloj ideje të dikujt tjetër, duke mos ia dhënë Cezarit çaj takon Cezarit, e ke parasysh duke i mbajtur gjithmonë ata të vegjël, duke i bërë lista të mbyllura, normalisht. Prandaj është aftësia e krijimit të një fryme opozitare, siç mund shikosh Edi Ramën para 2013-s, është pjesa më e madhe e atij suksesi është që të tërheqësh të rinj dhe të krijosh frymën e qenit cool. Kurse këta vetëm ato s'po bëjnë. Edhe nuk e di se me Flamur Noka bën sa gjëra kështu për shembull, aty shtikon këtë o Flamur. E para fare ka një emër shumë të vjetër, plak duket si në një kasap diku, e thonë na bëj 3 kg mish please, se na vin njerëz për darkë të shtunën. Po që ta ke ai Belind.
Shikoj, janë disa gjëra që janë disa ignoranca jashtëzakonisht shumë të thella, domethënë. E ke parasysh që bëhen nga shumë persona që figurativisht ti duhet të vdesësh për burim dhe jot. E kupton? Ti duhet të ikësh, duhet të largohesh, domethënë, e kupton? Lere këtë mentalitetin kështu si martir, jo po do e bëj unë se kam detyrë, kam qenë këtu, kam qenë në kohën e mira dhe më ka thirrur populli, më ka zgjedhur. Just fucking go, plak. Lëre. Edhe e di që jam unë që se unë shqiptar jam. Edhe unë jam shumë aktiv politik siç ti e di, edhe hap edhe unë gojen gjatë gjithë kohës, nuk më rri bytha rehat, domethënë për të thënë ndonjë gjë për çfarë lloj gjëje të mundshme kur unë mund të kem pak dije apo shumë dije, domethënë. Por ideja është që ndonjëherë për të mirën e përgjithshme është të ikësh. Edhe çfarë lloj vendi ti mund të kesh plak kur mendoj që vetëm ti mund ta bësh këtë gjë dhe asnjëri tjetër, një. Edhe e dyta, do të jesh dhe pak pragmatist shkencëtar nga një anë që nëse ky popull nuk është i aftë të prodhoj figura të reja, atëherë ky popull është automatikisht destinuar për mos të bërë asnjëherë plak. Po. Edhe meritojnë të jenë aty ku janë. Vetë prezenca jote tregon se çfarë qëndrimi ke për brezat e rinj. Pikërisht pra. Vetëm ekzistenca jote natë karrike. Dhe gjithmonë kam qenë kritik ndaj politikanëve dhe mënyrës si politikanët si njerëzit më të pakualifikuar zakonisht përfundojnë duke qenë politikan, i vetmi person që më bënte ta mbyllja gojën, që nuk e thoja dot, ishte i ndjeri Gerti Bogdani. I vetmi, sepse ka qenë një nxënës i shkëlqyer, ka mbaruar në të njëjtin universitet si unë, me gradën më të larta, edhe ai thoshte me medalje ari, kur në fakt jo ka qenë vetëm me medalje ari, se medalje ari në Universitetet Amerikane ka disa grada, por ka qenë grada më e lartë e medaljes së arit. Që ka mbaruar. Edhe më atë në kohën kur ai ka mbaruar, ka qenë fix fillimi pak para se ose pak pasi Facebooku ishte bër unicorn ose kështu kompani e madhe. Dhe ka qenë medalja e artit shkalla më e lartë një nga universiteteve më të mira në Amerikë. Ai në atë kohë në mesin e viteve 2000 mund të kishte qëndruar atje pa asnjë pengesë. Kishte gjithçka ato, kishte një karrierë të shkëlqyer në tek atje. Dhe ka zgjedhur të kthehet. Ishte i vetmi person që ma mbyllte gojën me prezencën e vet. Edhe prandaj ndarja e tij nga jeta e sigur e ka mbyllur çdo lloj dere për mua që të konceptoj një ndërhyrje me strukturat politike në Shqipëri. Pikërisht pra. Edhe çfarë mesazhi i japim ne të gjithëve që dëgjojnë? Mos u bëj si Gerti Bogdani, mos aspiro të jesh ti ai, mos e mbaj si figurë të lartë që mban Uliadi, bëu që mbështeni, ha, pi, zhvat, përdhuno, vidh, shaj, ngul kunja, e kupton? Sepse i ndjeri, ka qenë budalla me sa duket, e kupton? Sepse këtë lloj mesazhin e japim të rinjve. E ke parasysh? Na fal o Zot. E kupton? Për fjalët që përdorën, po kështu duhet thënë ndonjëherë. E kupton? Në këtë realitet jetojmë ne, domethënë që ky tipi që ti thua që ore valla, ky vërtet e shikon domethënë të kënaq syrin kur i gjyqëton shqiptarët. Ore valla, s'ke çfarë thua. E kupton, vetëm do ta presësh derisa të dali në fushë betejë të bëj diçka dhe atëherë do thuash diçka. E pra ky tipi i ndjeri pas dhe unë let ishte i panjohur nga shumica më burrë. Edhe ne jam i bind të jesh 100 milion % i bindur ti Uliad që dikush kur të postohet ky një klip rreth kësaj do thojë që po i bleon çati ti u erë tash ja e përdor atë figurën e atij për të bërë klip vetë edhe ti nuk e di as nuk e ke mbështetur as nuk e kishe bërë. Unë nga gjërat që kam ndier turp kur mora veç nga komponentët e mëdhenj që më shkruan mërzi, ishte për mënyrën si unë kam gjykuar kandidaturën e tij për primaret e Tiranës, sepse në mënyrë të paftyrë vet, mbaj mend se kur ndron dikush jetë mendon mendimin e fundit që ke patur për të, është instinktive. Për shembull, kur ndroi jetë Kadareja, mendova mendimin e fundit thash, pretty accurate. Edhe ne do e Kadareja thash mendimin e fundit thash, nailed it. Vazhdo një jetën mirë. Kurse për Gerti Bogdan mendova mendimin e fundit, edhe mendimi i fundit serioz ishte kur ishte kur ishte kandidat për primare, thash, jo po ky nuk e bën dot lojën e Erion Velis, edhe prandaj nuk duhet të jetë për primare. Pra mendimi im i fundit nuk është ishte një keqe për të menduar. Po nuk po them se bëra një gabim, por në mënyrë të pandërgjeshme edhe pa dashje u bëra pjesë e sistemit që
un jam kundra ose që nuk e mbështes. Ky sistem vlerash që politika duhet të jetë vetëm për You're being too hard on yourself, I think. Pra, domethënë një person që I looked up to nuk e mbështeta sepse nuk ishte më i ngjashëm me personin që unë e shikoj si antivlerë. Është komplet, është ai niveli i hipokrizisë. Jo. Unë mendoj se po tregohesh shumë i ashpër me veten tënde, domethënë me lejo të kundërshtoj civilisht në këtë pikë, sepse unë nuk mendoj se ti e ke bërë që jo, po ky nuk e bën dot lojën e Rion Velia, prandaj nuk është i dur, por ti e ke menduar nga ana e mirë, nga ana e dashamirëse kundrejt Gerdit, kur ke thënë që shifet se ky është literally too good for this, e kupton? Duhet ky nuk I përshtatet, se ne vërtet themi vëlla që kur ti thua që nuk e bën të lojën e Rion Velis, ajo çfarë në të vërtet ti po thua është që ky nuk është clown mjaftueshëm për votuesit plak. Këtë po thua ti. E ke parasysh që literalisht shumica ata që votojnë një pjesë e mirë edhe mbase për mos treguar edhe ne kështu qeshara tash, domethënë mbase një pjesë e mirë dhe nuk e meritojnë në burse, nuk e kuptojnë. E ke parasysh, edhe nuk e kuptojnë në burse, të kesh një program të mirë fill të tjerë mos të dalësh të bësh foto me nënat e lagjit. E thonë të keqin nëna sa e mirë që ja puçi dorën, të keqin unë, të keqin buçko. E parasysh. Po ai një njeri që si bën ato. Një njeri që si bën ato, e ke parasysh. Unë fund ditës nuk bëhem dot politikan se unë kam shumë fiksim pas tërtin, edhe it doesn't end well for nuk mbaron mirë për politikanët që janë fiksuar pas tërtisë, që spin duhan, që janë komplet rregull, zakonisht nuk mbaron mirë. Kështu që jam më rehat në sferat e tjera të kontributit publik dhe jo në se duhet të kthejmë një farë lloje regjimi në Shqipëri, nga që është vend I vogël, domethënë deri diku I bosh, nuk të kthejmë kështu një si tip Republika Romake, domethënë ku kemi vetëm konsull. E ke parasysh? Edhe duhet të bëjmë, do të kemi atë ligjin diktator vetëm për 6 muaj si Ul Çizari, domethënë, edhe aty do ikte vllai, do bënte një mandat direkt. Unë politikan bëhem vetëm për të jem diktator. Po si je diktator, nuk merrem ose të fillojnë tash, jo, po ne më këtë të jap një votë të tjerë të jep ikë vlla. O e bëjmë ose bëjmë, çau, bashkë për pas. Hipokrit jam unë tash. Duam demokracinë, po unë jam diktator. Kështu që mos më votoni mua. Mos më votoni. Shkatron karrierat tona politike pa filluar. Just burn the boats. Digjeni anijet para se të digjeni anijet përpara se të filloj, përpara se ato intrusive thought që të bësh politikan të vinë në mendjen tënde, ta dish që e ke dhënë në fillim do. Kështu që ajo tema është e mbyllur edhe hajde vazhdo me të tjera gjëra. Jo, unë gjithmonë kam pasur, gjithmonë kam gjykuar njerëzit, se gjithkush I ka gjykimet e veta. Për shembull, I shoku yt kishte që kisha unë kam vënë për emrat him. Disa vete kanë mënyrën se si jetojnë njerëzit. Unë për shembull I gjykoj njerëzit nëse nuk janë bëre çarçave bëre sot. Unë për shembull I gjykoj njerëzit nëse kanë një background shkencor ose jo. Automatikisht për shembull e di është mungesë në karakterin tim, nëse një person thot mua, shikoj inteligjencë artificiale kështu dhe thon, unë kam bërë për shkenca politike. Automatikisht fjalët që thon pas asaj gjëje dhe është si ajo emisioni Black Mirror që janë si muffled voices. Si super episod është ai me ato. Si dikush që ka fiksim Louis Zellin edhe pastaj okay, çado që më thuash ti pastaj fjalie nuk ka shumë vlerë. Ora plak, ai by the way është dënuar me burg, por nuk e di do e bëj apo jo. On a different note. Ke dëgjuar gjë për atë lajmin që Noisi mund të jetë gay? Nuk e interesoj. E kaloj. Kush mund të jetë, një sekond. Kush mund të jetë, më thuaj edhe një herë, ta di atë gjë më mirë. Thuaj edhe një herë fjalën që the. Po të dëgjuar fjalën nga e para, mund të bëni një scroll back tek nuk e qendroj fare, do ta lëm këtu. Nuk e di çfarë mund të jetë puna vet, ashtu. Nuk e di ku digjën ai uaj, se sa më tregojnë njerëzit në për këto. Ore, unë po lexoja po bëja këto se kam qejf të bëj edhe kështu si I zgjuar ndonjëherë domethënë. Jena mbretëresha. Yes! Jena mbretëresha kryesore tek Sajnate. Nuk gatuaj, nuk pastroj, por më lër të them. Tot na fal. Duke lexuar tregime të mosshme shqiptare, unë vëre edhe një çik këtë depresionin mitik edhe legjendar, jo depresion, s'është depresion, është kështu si tip anxiety ose si tip
emotional breakdown në legjenda shqiptare, domethënë. Kur është e ketë muj, e ketë të Gjergji, është Gjergji kur fillon që qanë motra kthehet kullës. O zoti të vrap to kulla ime që ma le shiu këtu. Është muj prap kështu. O kulla ime u rrnofsh të bulofshin gjethet. Tek Mera Gulçini, domethënë jeta gjë kështu edhe ja futen në mallkim domethënë. Kot fare aty ajo kulla te cepi aty. Po çat bën ai? Unë s'bën ai gjë, kupton? Si e shpjegon ti gjithë të mllef që gjithmonë në për këto legjendat dhe mitet shqiptare, ne kemi qef të mallkojmë këto sendet që nuk kanë jetë. Domethënë sigurisht ata është kështu fiks po me urën shpatën domethënë. Po shqiptarët mallkojnë edhe njerëzit shumë lehtë, jo vetëm sendet që s'kan jetë. Ore njerëzit se bën sens njeriu, se njeriu e kupton është një qenie që nëse i bezon të gjëra do ndihet keq, e kupton edhe okay. Ti me atë intencionin të keq, tonin e bëre njeriu të ndihet keq. Ajo është gurë plan. Nuk është një strukturë mbajtëse. Se di, popit e Ballkanit e kanë këtë, jemi pak si të zemëruar, si gjithmonë me nerva. Po sidomos jemi në pubertet. Jemi në pubertet. Kemi akoma të dashur edhe ka fajin sepse ato të gjitha duan lek. Se ndryshe nuk vinë. Po, prandaj është janë fakt kjo është për më vonë. Dhe i them disa kështu skube për disa aktorë të famshme që kanë qenë duke studiuar te universiteti im këtë vitin e fundit dhe do them se është gjithmonë ashtu, sa do lek që të kenë gjërat gjithmonë ashtu janë. Nëse ore. Një nga që me gjithë shokët e mi pasaj që fora, shok vërtet, më pëtën si që ta bën o plak, se nuk po bën më stand-up. Janë mërzitur pak njerëzit në fakt. E kupton se shikoj një pjesë mishë ndjekin, jo domosdoshmërisht janë në aty ku jetin në Angli e tjerë domethënë edhe ti tani nuk po them që ke 4000 orë material online, e ke arsysh po. Ma do lloj tregu që kemi ne me ata njerëz që qarkullojnë domethënë, njerëzit kanë pëlqyer goxha domethënë, i duket pak çudi që një person që të themi të vërtetën domethënë pa u lëpirë shumë, relativisht i suksesshëm pak. E kupton, relativisht i suksesshëm në materialin e nxjerrë dhe bërë publike për njerëzit ishte relativisht i suksesshëm, domethënë njerëzit ishin të kënaqur me materialin që ishte domethënë, dhe prandaj edhe i bëjnë çudi që nuk është se ky dështoi më vëllai dhe nuk qeshin njëri e bollizuan dhe iku, po ishte një person që vërtet e mirëpritën, vërtet e pëlqyen domethënë dhe qeshin njerëzit me të dhe prap iku. Po, kjo është Po, në mbrojtjen time kontenti im ka qenë më shumë, outputi ka qenë më shumë shkencor. Në Google Scholar për shembull, mund shikoni që kam qenë shumë aktiv me publikime gjatë kësaj kohe. Po jo me komedi. E para është edhe thjesht koha. Nuk kam patur kohë, po kjo është më shumë justifikim. Arsyeja vërtet është që është një fazë në stand-up, sidomos në Angli, kur nuk jema open mic që thjesht merr kamerën, t'japin 10 minuta kohë dhe ti bën më të mirë edhe ikën, edhe atë video e merr repret edhe vendos aty. Kur kalon ai stad, nuk kem rritje artistike duke performuar në audienca që janë thjesht kanë ardhur për të parë një shfaqje falas open mic. Sepse nuk mund të zhvillosh gjëra më komplekse. Po. Edhe vjen një periudhë që duhet të shikosh përtej Oxfordit e Londrës, në vende të tjera, ndërmjet dhe përtej, ku duhet të kryesh më shumë shfaqje, duhet bësh shfaqje profesionale, pra ku punësohesh ose ku performon përpara një publiku që ka paguar për bileta. Tani, për të parë një spot, një vend në këtë shfaqje, është e vështirë sepse duhet të jesh fleksibël, pra nëse thon sonte është hapur vendi, duhet shkosh direkt atje. Po. Dhe duhet të shpenzosh edhe të jesh sa më i gatshëm që të shkosh atje direkt. Pra duhet të kesh kohën edhe mundësinë për të shkuar atje. Tani kjo bëhet pak më e komplikuar nëse je një student doktorature, ku të është dhënë një kohë limituar fondesh dhe burimesh për të bërë punën tënde. Dhe është ajo ideja shqiptare që mua do mbaroj koha, duhet bëjmë të mirën e doktoraturës, sepse kjo doktoraturë më vonë do vendosi çfarë pozicione pune do marrun, edhe gjithmonë, sidomos në fushën e inteligjencës artificiale, gjithmonë është dikush më i fiksuar. Edhe të gjithë njerëzit do ngrihen në nivelin më të lartë të fiksimit, që është ai ekuilibri Nash. The Nash equilibrium,
ku askush nuk përmirësohet duke devijuar nga strategjia, është që të punosh pafund dhe të kesh sa më shumë output shkencor, dhe për ta bërë këtë duhet të jesh pafund duke testuar, duke bërë eksperimente. Pra, merr këtë, është një kosto shtesë për të ecur artistikisht, dhe është një kosto kohore dhe mendore për të avancuar punën kërkimore në doktoraturë. Tani është ai kompleksi shpërtimtari që njerëzit vanitos që bëjnë inteligjencë artificiale këtë kohë ka një fiksim të tmerrshëm me ne do ndryshojmë të ardhmen, ardhmja është në duart tona, duhet bëjmë më të mirën, sigurisht, edhe ky është problem, se jo çdo fushë shkencore ka këtë. Një shumë njerëz që bëjnë shkenca të tjera që janë shumë të ekuilibruar. Por ky është realiteti. Pra, kam pas këto dy gjëra, edhe të dyja më krijuan një lloj ekuacioni që më bëri që të mos e ndjek atë zhvillimin artistik. Dhe shikon pastaj që njerëzit që avancojnë në fushën e komedisë në këtë situatë nuk janë domosdoshmërisht më të talentuarit ose ata më të pasionuarit ose ata më origjinalët, por janë njerëzit që kanë kohë dhe makinë. Edhe kjo t'jep një lloj pesimizmi për skenën në përgjithësi të komedisë. Mirë, shikoj se në mënyra se funksionojnë gjërat. Për të patur prezencë profesionale në Angli, të flasim realisht, duhet që ose të kesh mundësi shkosh në gjitha këto fshatrat, bësh 3 orë me makinë brenda javës, brenda një pasditje të javës, jo në fundjavë, edhe të kthesh, ose të kesh kohë 1 muaj të jetës tënde, që mos të punosh, mos bësh as punë kërkimore asnjë gjë, as internship asgjë, pra të jesh mbrapa gjithë kolegëve tu, dhe të shkosh në Skoci në Edinburgh Fringe, që është festivali i Edinburgut, dhe atje të performosh sa më shumë gjatë gjithë kohës, dhe të harxhosh lekë shtesë sigurisht për promovuar shfaqjen dhe ato performancat, që të marrin parasysh. Pra që këtu krijohet një sistem shumë i padrejtë i rritjes artistike. Mund ta them edhe me shembull, Daniel Sloss për shembull. Daniel Sloss është një komedian shumë i famshëm, nuk e di nëse e ke parasysh. Daniel Sloss ka filluar që i vogël, që 17 vjeç, ka bërë shfaqjen e Edinburgh Fringe. That's good. Por kjo është se prindrit i thanë, pra mbështetën që në Shqipëri s'do ndodhte kurrë, sepse nuk i kanë lekët për ta bërë atë punë, i kanë thënë, lekët që kemi për shkollën tënde, do të japim ty që të mbështesësh karrierën tënde në komedi, sepse kjo është zgjidhja jote në jetë. A koncepton dot ti si një 17 vjeçar të kesh mundësi ta zhvillosh të bisedë me prindrit? E para prindrit nuk e kanë lekë që ta bëjnë atë gjë, pik. Po edhe sikur ta kishin, no fucking way. Unë edhe për fëmijën tim nuk do ta bëja kurrë, do të thoya, "Okay, do të jap këto lekët, sepse mendoj se ti bën shaka shumë të mira për pillin." It's not happening. This is not happening. Prandaj këto gjëra janë By the way, super throw in, this is not happening, po e dhjen kur hoqin arin. Krijon një situatë të padrejtë. Edhe pastaj ajo të bën, kur shikon që në shkencë vlerësohesh për outputin tënd, edhe nuk është komplet e drejtë, por është pak më e drejtë, edhe ke këtë sistemin as pak meritokratik nga ana tjetër, sigurisht që të demotivon pak. Edhe shiko, le ta argëtojmë këtë, sepse unë nuk e di. Me sa kemi po flasim deri tani nuk e di nëse të kuptoj 100% ose nëse bie dakord 100%. Le ta argëtojmë pak më gjatë si mendim. Kur thua që është pak si e pa drejtë, domethënë, a mendon se mos është pak egzagerim se shiko, zakonisht në të parë lloj gjëri që të bësh në jetë uliat, e është ka përcjell gjithmonë ka përcjell dikush që do ketë mundësi më shumë se sa ty. Po, gjithmonë ka për të qenë dikush ka mundësi për pak. Pse? Sepse gjithmonë ka për të qenë në rastin tim një student inxhinierie që babai vet ka qenë inxhinier dhe gjyshi vet dhe në 7 breza inxhinier dhe ka pasur zyrë inxhinierike, edhe ai është rritur me atë lloj fryme, siç janë mjekët në Shqipëri, e ke parasysh që zakonisht vazhdojnë me breza nëpër breza. E kupton? Edhe ndryshe jam unë, e kupton, kur babai im ka pasur dëshirën të bëjë inxhinier, po sa arriti do. Është në AI, është në machine learning, është kudo. Edhe mund të shohësh nga ajo anë, domethënë që thifet se kjo është e pa drejtë, se ata kanë këto avantazhe sepse kanë kohë dhe kanë këto gjëra, por që ti ke më shumë mundësi se sa mund të kishe dikush që është në Tiranë, përveç me Edinburgh Fringe, se ti je në Oxford, për ta parë gotën pak plot, domethënë ti ke më shumë mundësi për të eksploruar atë se sa dikush që jeton në Afrikën e Jugut, për shembull. Edhe ajo që do të thoya unë, shikoj, këtë vërtet
njeriu uliat vërtet mund të ketë shumë kohë edhe makinën, edhe mund të ketë asnjë lloj gjëje, domethënë ajo është ajo sakrifica e komedianëve që e quajnë edhe komedianët vetë, domethënë që most of them are fucked up anyway. Për ti po bën PhD, mik i nderuar. E ke parasysh këtë në qoftë se kjo është sakrifica, në qoftë se ky është kurbani që ti do therrësh, domethënë që të bësh një doktorant i mirë, that's okay. Me sa duket ajo është altari i ëndrave ku duhet të është altari pagan i ëndrave ku duhet të bësh një sakrificë, edhe për mua është mikrofoni. Është literalisht mendoje si një qenë që po i pret gurmazin edhe po deret ai si tek si e ka ajo apokalipso, ke parasysh po deret gjakun ato. Atë po mendoj. Dhe për mua është më shumë si një mikrofon, është just a mic stand. Që po heq. Jo, miku jam unë edhe nuk e kam qejf edhe të tregoj, pavarësisht se e përmend të faktin e background-it tim, po nuk asnjëherë mundon të qëndroj larg gjithmonë karrierës time akademike, domethënë unë kam mbaruar bachelorin, kam mbaruar me 101 halle. Shpirti im e di, domethënë, po që aq kapacitet kisha, po nuk e di, ashtu ishin gjërat, valla, nuk e di ta shpjegoj. Edhe në një moment të jetës unë vendosa që do bëj hap tjetër apo do të bëj hapin tjetër. Edhe me një analizë thjesht të tregut, të përgjithshëm, domethënë edhe në qëllimet që unë i kisha vënë vetes, e kuptova që po të vazhdosh hapin tjetër akademik, domethënë mua do më sillte afat shkurtër, diku te 300, 400, 500, 600 euro në muaj, domethënë. Pastaj po në kurse 2 vite pune në terren, mbas 2 vitesh do më sillni më shumë se sa ato 500-600 euro, domethënë, vendosa në mënyrën më pragmatike të mundshme që unë do hy detit me kokë, edhe nuk do bëj një përgatitje tjetër, e kupton? Po. Unë akoma sot tek sa ditë dëgjoj njerëz që më thonë një pozitiv, e ke bërë gabim, po ata që e kanë shpikur se kanë shpikur kot, ata që e bëjnë nuk e bëjnë kot, se përderisa është diçka bën etj tash rezultri. Nuk mund të bëhemi tash të gjithë shkëntar valla. Unë kam këto prirje, jetri ka atë prirje, e kupton? Njeriu duhet nuk it's okay, plak. It's okay të sakrifikosh gjëra. Po thjesht nuk e di se sa përfundimtare e ke ti këtë. Unë mendoj që nuk është përfundimtare. Është forma e artit që unë me të cilën unë shikoj botën, sigurisht që nuk është përfundimtare, po situata është kjo. Edhe duhet kur ti sa të dorëzosh doktoraturën, sa të mbarosh ajo plak ti do fillosh prapë. Jo, më sigurisht unë prapë nuk është se nuk bëj fare, po thjesht shkoj shumë më rrallë, edhe ka diçka si puna palestrës, kur shkon më rrallë ose si puna e vrapit, po energjinë e vrapit unë kam bëj vrapit distanca gjata. Kur bën 15 kilometra ose merret fryma po të kap ato buzin ai thotë po bëj 15 kilometra. Po kur kam bërë 15 kilometra edhe pastaj kur I bëj prap pas disa muajsh dhe shoh që nuk jam aq mirë, është shumë e frikshme si ndjesi. Edhe me stand-upin është më dallueshme se ke audiencë. Edhe e dallon që në reagim të njerëzve kur nuk je më në atë, nuk e ke bërë nxemjen si dikur. Se të dalësh në skenë 1 ose 2 herë në javë është shumë ndryshe nga 1 herë në muaj. Sado që të përgatitesh për atë herën 1 herë në muaj. Një gjysmë përgatitje edhe 1 ose 2 herë në javë, je shumë më I nxehur dhe shumë më koshient për materialin tënd dhe prezencën artistike, se sa një përgatitje kolosale po vetëm 1 herë në muaj. Edhe këtë e ndjen edhe pastaj ajo bëhet, kupton, it's a snowballing effect. Sa më kohë që ndalon, aq më shumë rritet kostoja e dhimbjes që do kesh kur dash për të parë sken. Edhe pastaj vjen një periudhë që thua, un po stresoj në laborator. Edhe tani ta heq këtë stresin e laboratorit, edhe të punoj më pak për të shkuar për të stresuar diku tjetër, edhe pastaj thjesht krijohet një barrierë energjie që nuk e kalon dot më. I think mendoj se kjo është arsyeja, sepse nuk kam performuar më shumë. Dark sot janë Anaconda. Që unë edhe vazhduar edhe, domethënë, unë sa jam kështu pul, tamam pul, domethënë që nuk ma bën bytha për hiç gjë, atë kita provoj atë open mic-un. Me këtë që po më thua sot, valla ai e ka për të shtyr edhe një 10 muaj on top. Ka shkruar sa ka këto kohë. Çka kam bërë këto kohë fund plako? Kur shkruaj ca bite, I shkruaj një 3-4 herë domethënë. Edhe pastaj I regjistroj dhe I dëgjoj vet. Fucking garbage. So sad. Ja na I të qia plagë kuptoni se më bëhet të prov ç'a bën o budalla I drejtit. I ka të drejton ai projekt. Bëj atë punë që ti e pa I lek. Punë ke ti me këto gjëra. Unë rikthimin tim e kisha bërë plan që kur kthesh në Shqipëri nuk do bëja stand-up fare në dhjetor. Pastaj se si erdhi nga hapësira, ai prifti ortodoks që nxorri syri.
edhe mënyra se si e shfaqi syri, edhe si ishte video në të vërtetë, mënyra, domethënë, ajo ishte edhe pastaj intervista që bëra ai më vonë, më ka dhënë material pafund. Jam shumë i njohës. Të lutem zoti doktorant Uliat Bërdica, të lutem bëj një reklam 20 sekonda sa unë të shkoj të marr birrën tjetër Okay. cigaret, edhe do flasim pikërisht për këtë temë. Okay. Tani unë kam menduar që të bëj një shfaqje në dhjetor për këtë, ose do ta përmend, prandaj nuk do flas shumë këtu tani, por ishte thjesht një ngjarje që pa dashur të them mendimet e mia, më bëri shumë përshtypje. Dhe jam shumë interesuar të di se çfarë pasoja shafatgjata do të ketë. Buxhi podcast është një podcast shumë cool. Jeni këtu vetëm me mua. Iku Buxhi, unë ndoshta jam tani si ai xhaxhai me sekretet e errta që me cilin keni mbetur vetëm. Oh, sa që ke rritur. Okej, migo. Tashi. Po. Unë do flas më shumë në dhjetor për këtë, sa akoma po e mundom t'i mbledh mendimet, po që është gjë më shqiptare e mundshme. Mënyra se si u trajtua, mënyra se si po shikohet, kush është prezantuar. Domethënë gjithçka për këtë është comedy gold. Që nga fakti që është Florambina që e prezanton këtë, që nga fakti që flasin për hipokrizin, që nga fakti që është syri, duke parë programacionin e syri këtë muajt e fundit, është thjesht një sketch i bërë në tërsinë e vet. Figo Vlasko, ideja është që unë jam i paprikatitur për të folur për shumë gjëra që i takojnë problematikat sociale në Shqipëri, domethënë. Nuk kemi se flasim fare për atë, po them si rast që gjithmonë realiteti të servir. Përveç pjesës komedike, domethënë ajo është kapaciteti jot kreativ, domethënë ajo është puna jote. Unë nuk do të flisja për ato, do të flisja për të gjithë si gjën, mënyra se si trajton. Se shikoj sa ndodh plak, një mision i tillë që ngrej reputacionin duke në fakt me disa gjëra të mira për shoqërinë, ku nxjerr demaskon predator, pedofila e tjerë, domethënë kur ngrihet reputacioni këtë dhe bën një lëvizje të tillë. Çfarë tregon kjo për këtë lloj emisioni dhe për atë të beson? Edhe ti e beson që mund të qenë vërtet job apo se nuk do ta nga ana me komike. As nuk kam mjaftuar shumë dhëna për të thënë nëse ka qenë ose jo. Por di që me aq sa treguan ata është komplet e pa bazë. Nuk kanë treguar asgjë në atë segment që mbështet ndonjë gjë me që ja vlen ti kushtosh vëmendje. Ekziston një është fakti që Theksi Shkodran që bën Prifti është 1 milion herë më mirë se ai Florambinaj. Këtë e them me shumë siguri, këtë ajo më bëri shumë përshtypje. Më bëri shumë përshtypje sa se mbaj mend ç'a ndodhi më vonë. Po ti nga Shkodra brenda apo jashtë? Ore, dëgjoj, më brenda se duhet. Ja më brenda se duhet. Dëgjoj online tash. Pyetja që bëj unë është që jam aq brenda se Luizelli më duket jashtë. S'kam dëgjuar kurrë në familjen time që dikush të flasë Luizelli. Aq brenda Shkodrës jam. Megjithëse më duken një çik weird të Shkodrës. No offense man. Jo më weird sa më duken mua vetja ime dhe njerëzit të Shkodrës. Ky ka qenë unë nuk e di këto gjëra që ky pas ka dalë hapur kundër këtyre martesave të tjera, domethënë nuk e kam ndjekur unë në kontakt me figurën e këtij, domethënë në fakt kam rënë në diçka që është që ti e di që edhe mua më intereson si gjë, domethënë për të diskutuar që është për manastirin e Deçanit, që është ka qenë manastir katolik shqiptar, domethënë, që është dokumentuar nga gjermanët se ne ta ham mund, për veten tonë ne asnjë gjë nuk bëjnë, e kupton, po shqyqysh që ka austriakë dhe gjerman që dokumentojnë ai gjë kështu, që çka ka ndodhur përpara X kohërave, domethënë. Edhe në gjithë atyre momenteve, domethënë, duke folur shumë për disa nga ato gjërat nacionaliste, domethënë, sulmohet. Mua nuk më intereson se çfarë ai është. Për mua luan zero rol asnjë lloj gjëja, domethënë, po më mënyra se si portretizohet, thjesht dua të arrit të kuptoj, nuk ka rëndësi fare është fake apo jo. Cili është the end goal? Çfarë është qëllimi i këtij demaskimi? Nëse është i vërtetë. Hajde marrim vetë. Çfarë është qëllimi i demaskimit? Exactly. Why the fuck duhet më interesoj mua jeta e tij që bën ose është komplet valide?
Dhe njerëzit që kanë më shumë problem, kthehemi te ajo hipokrizia që përmendëm në fillim, janë përrisht njerëzit që nuk janë fetar. Njerëzit që këtej nuk janë fetar thoshin, jo po se ky teknikisht nuk njihet nga kisha ortodokse. Ti nuk beson te asnjëra prej këtyre. Ku është problemi yt pra këtu? Pse ke problem ti që nuk e njeh filan kish, po njeh kjo kish? Është një absurditet i madh që njerëzit sa më ateistat janë, aq më shumë bëhen të zellshëm për mënyrën se si ndjekin të tjerët fen. Edhe është refleks shqiptar më shumë si gjithë njerëzve të tjerë. Kam takuar shumë ateista këtu. Asnjëri nuk është aq radikal edhe aq vëzhgues i feve se si shqiptarët. Është kombinimi i sigurimit shtetit me ateistat krijon këtë sferën shqiptare. Po shiko ti, kam parë, thua që je kështu, ke këto besime, po të kam parë unë atje, kam disa përgjime të tua, e di çka ke bërë ti, e di. Është fiks ai muskuli i sigurimit shtetit që akoma e kemi, që s'na shqitet. Pikërisht të buridheut. Edhe unë po them që nuk dua të jap shumë frymë kësaj, po nuk ka mundësi domethënë që figurat e tilla me të gjitha tëmetat e tyre që nuk dua t'i mbrojnë asnjë lloj momenti sepse unë nuk kam as interesin, po as kapacitetin. As kapacitetin nuk e kam për t'i mbrojtur për çdo gjë, domethënë, po ka një lloj epidemie në Shqipëri që figura që hyn në ca tema domethënë që thonë që shqiptët se neve vërtet duam jemi europian dhe kemi me këto ligjet për minoritetet më të mira në Ballkan që i kemi. Edhe etj. Edhe po na shtypin, po na marrin këtë, po na zhveshin nga kultura. Çdo individ që nxjerr në pak këto tema, plako therret në një lloj mënyre, bëhet kurban, domethënë, njëri me skandal, tjetri jo po se është kështu, jo pa i pi, e kupton? Jo po se ky tjetri ka pasur dashnore, bredh etj. Janë disa gjëra domethënë që fatkeqësisht funksionojnë në këtë realitetin tonë të trisht, domethënë, por që nuk janë të denja, po ti marrësh kështu për popullin, domethënë. E ke parasysh se ai në 101 të zeza që kishte, domethënë, nëse është e vërtetë ashtu, ai unë dua të di qëllimin, nëse kjo i vlen dikujt për diçka, atëherë po, nxire. Pikërisht, e them atë që do ta thoja. Në qoftë se ky është një individ vëlla që del edhe do i vrasim LGBT-të, do i vëmë në turën e druve, nxire. E kupton se you are trying to make a point. Kanosja është vepër penale. Pikërisht, pra, se është vepër penale, por tash në qoftë se ti është një histori si ajo edhe arrestimi i Zali Berishës së Buridheut. Ne i bëjmë gjërat gjysma oljat. Po mirë mos e hëngësh darkën. Po kur e bët këtë, nuk e bëje dot komplet të gjithën që të ishte e besueshme me të gjitha provat edhe që të ishte e padiskutueshme fare, domethënë siç ke bër qindra episode më përpara, megjithatë që ke kapur flagrante, që ke postuar çdo lloj gjëje të mundshme, domethënë. Pse nuk mund të bësh diçka që është bulletproof, që është e blinduar komplet, edhe që ti sjell sukses? Është duke kaluar një periudhë syri që janë të fiksuar me seksin. Kanë për shembull ishte një që shkuan i than qeni im është gay, kishte bërë një kamerë për dikë, për një veteriner, po i thoshin qeni im është gay edhe. Është një po kalojnë një periudhë, është ndoshta adoleshenca televizive, nuk e di. Është dëmë që më vjen. Që fiksohen me seksin. Se nuk e di sepse kemi këtë fiksim me seksin si shoqëri, po është një fiksim me seksin edhe me jemi të frustruar prandaj. Edhe këtë me seksin, po edhe këtë çdo femër, çdo artiste femër e re shtyhet që të ketë një prezencë sa më seksuale në skenë, kur nuk është e nevojshme për të bërë muzikë të mirë. Po normalisht le të kthehemi në vanitetin tim personal. Miku im është godina gjithmonë ka dy pjesë përbërëse që një njeriu ton, është struktura mbajtëse dhe fasada. Kur nuk e strukturën mbajtëse, fasadën do reklamosh. Ke parasysh? Është kaq e thjeshtë. E ke parasysh kur nuk ke bërtham, kur ti nuk ke se çfarë ofron, do me thënë që do bësh kakofoni etj. Kujtime sigur gjithçka shndërrohet gjithmonë ndodhen njëta gjë. Këtë e kam problemin me Shqipërinë. M'duket sikur është një jetë skenar që luhet çdo vit. E njëjta gjë, prapë njëjta gjë. Për shembull ndodhi kjo me vajzën e Yll Kamujos që u ndan nga Prince Leka. E ke parasysh? I couldn't give a less of a fuck. Po gjithmonë dole ajo se gjyshi këtij ka vjedhur Arin, gjyshi këtij nuk la Fanolin, jo po kjo kështu, jo po ashtu. Filloi edhe një herë të njëjti muhabet. O plak, çfarë do bësh ti për këtë, pra what you gonna do about it? Ta vodhi Arin, okay, ta vodhi. Bëre gjë jo.
Mori tash më çaj trapi kot tash se kemi hallë të tjera, ne po shikojmë që të ecim përpara, të vëmë një lek, bëjmë një shtëpi, ti më thua mua vodhi e Jarit. Po çfarë të bëjmë unë që vodhi Jarin ai tash? Ose fiksimi i njerëzve që duhet të ruajmë. Dalim te kjo pak që përmende ti, ruajtja e kulturës, sulmet nga forcat, kuajt e ndryshëm të Trojës që po parkohen në kufit shqiptare që po hynë nëpërmjet maskimeve të institucioneve edukuese ose fetare këto gjërat. Po, okay. Që duhet të nënvizojmë, Uliad, që kuajt trojan që parkohen në kulturën shqiptare i përkasin si botës konservative dhe asaj liberale. Patyshim, pikërisht. Do ta theksoj. Ajo që duhet them unë, nuk është njëri më i mirë se tjetri, janë të gjithë qembëqeni. Ajo që duhet them unë pa dashur të dukem as si kështu relativizues moral, as si gjithë ditur, është në botë kuptimin tim se si funksionon kultura, askush nuk do ka për borxh ruajtjen e kulturës. Askush nuk të ka për borxh që thuash, mos ta vëmë këtë se kultura e tyre është ndryshe edhe nuk ka për shkuar. Gjithsecili, çdo organizëm, entitet, gjithçka e ka për detyrë ose e ka pjesë të instiktit që të përmirësojë jetesën e vet. Dhe ideja e të parit të kulturës si diçka që tjerët gjithë bota na ka për borxh që ta ruaj është pak naive. Komuniste. Po ajo që pret në shteti. O po pse Europa e ndihmon Edi Rama? Po e mbështeti Edi Rama, pse më sa mbështeti Europa? Po ashtu kanë. Ose po shikoja është një kjo video është Mamushi, është një video Megan Thee Stallion, është një music video. Okej. Edhe del Megan Thee Stallion edhe kërcen në një sfond japonez. Është si gjysmë japonisht, gjysmë rap kënga. Nice. Dhe del ajo e veshur në një mënyrë jo japoneze, edhe del duke kërcyer me element të kulturës japoneze. Në Japoni askush nuk i është rruar për çfarë ka ndodhur. Imagjino sikur kjo të kishte ndodhur në Shqipëri, çfarë klithmash do kishte ndodhur që po vinë të na shkatrojnë kulturën, shteti pse nuk bën dot gjë, njerëzit pse nuk bën dot gjëra, sepse njerëzit mendojnë që janë entitled që dikush të ruajë kulturën përveç vetes vet. Nëse ti nuk ke kohë që të aktivizosh komunitetin tënd, të flasësh me fëmijët e tu për vlerat dhe kulturën që ke, do ta bëj dikush tjetër. Mund mos jesh ti, do ta bëj dikush tjetër. Kështu që kur ti nuk e bën vetë natyrës plak. Po. Prandaj këtë nuk mundoj se Megan Thee Stallion, që ta parafroj tek argumenti jot, nëse nuk e dini, ka qenë para duke kaluar 5 vite tash, se mbaj mend, ka qenë Capital T, ka bërë një video, domethënë ka pasur një këngë, ka videoklipin e një këngë me Thethin në background, domethënë, dhe ka hequr kryqin sipër, domethënë. Se ai është prezantar musliman vetë, domethënë, me autoritet e tij, arsyet e veta valla, e kupton, e ka prezantar musliman. E ka ndier të arsyeshme ai, domethënë, kush e di, kush i ka bërë sponsor ose audienca që ka, e ka ndier të arsyeshme që të heqë kryqin, domethënë, ta lej vetëm ashtu. Edhe ishte kjo e të gjithë këtyre kryqëtarëve, domethënë që thoshin jo, po pse hoqi kryqin ky është turk, është arabe, merr lek nga ato, po mirë valla. Në rregull. Ai është turk, është arab. Okej. Bëhet një këngë, vër 4 kryqa. Me pse se bën vetë valla? Pse se bën vetë? Megatek bëhe mirë, bëhe vetë. Megateku na bën një sponsor, na duhen ai çik. Po shumë herë përmendim. Po është Megatek edhe referin çdo beqari. Është nuk e di sepse është kjo entitlement, nuk e di si duhet përkthehet entitlement në shqip, po ideja që dikush ta ka për borxh të ruajë kulturën përveç vetes tënde. Është pjesë e natyrës njerëzore, kulturat vdesin. Është edhe himni ynë, kombet shuhen për mbi dhe. Kombet shuhen për herë. Shumica gjenocideve në historinë e botës janë të suksesshme, kulturat vdesin, asimilohen dhe ndryshojnë. Gjatë këtij procesi dinamik ndryshimi, si do të marrësh pjesë ti dhe unë që ta formojmë botën sipas mënyrës tonë. Jo, shteti. Ku është shteti? Po shteti duhet të bëjë këtë. Po, shteti duhet të bëjë këtë. Shteti, nuk ka shtet sot atë. Hajde Ilirmeta u bur shtetin, më stresin kur dilte protesta atje burë. Shikoj, askush nuk ta ka për borxh ruajtjen e kulturës, njerëzit e kanë, jo po bën këta kështu, jo po it's fair, mund të ndryshon edhe ligjin nesër. It's fair game. Çfarë bësh ti që ta ndryshosh?
Normalisht të burrë, nuk mund të bëhet tani të censurosh burrë. Unë jam edhe proponent si thon tash, po na merret dhe goja. Domethënë jam për një lojë të hapur, domethënë, nuk mund të thuash ti që jo, po pse po e bën serbi këtë që po bën? Plako, edhe ti po të ishe serbi do bëhet një gjë. Loja, problemi është tu. Loja është e hapur si do qoftë. Ne duhet zgjedhim të jemi dakord dhe të bëjmë paqe me faktin që është lufta kulturore e hapur. Edhe kjo idea që jo po duhet jemi normative dhe të bëjmë këtë, të bëjmë atë, thjesht nuk funksionon, nuk ka vlerë. Prandaj këtë po shikoj se ne i duam dorashkat në raste kur janë gjëra të mëdha dhe që s'kemi fuqi vet. E ke parasysh se kur zihesh me vllajin për tokat, dorashkat hiqen. Jo, se qembesheni vriten me një kallash, me një pistolet që e blejnë me gjysmën e lekëve të tokave që shesin domethënë për të vrarë vllajin, vret dhe veten në fund dhe ai të bashkë mirupafshin. E ke parasysh për këto gjëra nuk ka dorashka, as moral, as korniza, as norma. E ke parasysh kurse kur janë gjëra të mëdha, po sekurista e tjetëri nuk i bën ato. Po Enver Hoxha vetë linte pa bukëre, po ja tregoi vendin grekut. Të shkërdhepte Enver Hoxha përpara edhe mbrapa, domethënë është. Kjo është turp për burri dhe është fatkeqësi e burr. Edhe në funditës njerëzit apatik gjatë regjimeve, gjatë çdo lloj sistemi që edhe nuk janë përfshirë, por kanë përmjaftuar, edhe nuk kanë përmjaftueshëm, faktikisht mbase në këtë grup futem edhe unë vet. Ata janë ata që i vuajnë pasojat në mënyra fatgjat. Xhelatët edhe përdhunuesit e sigurimit gjithë kanë vdekur si sot rinj. Të gjithë kanë vdekur shumë rahat. Ata që janë gjallë janë rregull shumë mirë. Biles kanë qenë edhe aktivistë të drejtave të njerëzit. Disa delegacione të profesorëve që janë akoma sot Oxford u kanë folur, thanë u kthyen para dhe pas rënies së qeverisë, edhe gjithë njerëzit që takuam si antarë të qeverisë ishin punonin tek teatri i operës dhe i baletit sipër që ishte Komiteti i Drejtave të Njerëzit. Ja urdhë. Ose diku tjetër. Domethënë është ata e kanë rregulluar veten e tyre. Njerëzit apatik e hanë në fund. Ti mund të mendosh se apatia në mënyrë ndryshe shkurtë, ti je apatike, mos të merresh, jo po se kështu e kam unë, mund të t'japi një siguri për momentin, dhe është e vërtet, po në mënyrën afatgjat, apatia ka koston më të lartë. Edhe më të lartë se disidenca, edhe më të lartë se, ndoshta jo më të lartë se disidenca, edhe më të lartë se tirania, edhe më afatgjat se disidenca, se disidentët vdesin. Disidentët vdesin, kurse apatia do rish gjallë të i vuash pasojat e veprimeve. Disidentët vdesin dhe bëhen martir, kurse kur ti je apatik dhe i larguar ti vdes, edhe nuk ke asnjë lloj grimce plak, të mban më do ta thoja këtë punën e martirizimit, e the ti se pata paksi droj ta thoja, kjo është, domethënë kush e dëgjoi fjalinë time me këtë fjalën e fundit që tha Buçi, edhe vendoseni aty, ai është mesazhi. Pikërisht pra, e ke bashkë, shiko. Njeriu duhet të bëj paqe, kjo lidhet fikse me ato që po thoshe ti me komedinë në plak. Shiko, nuk duhet të ketë frikë individit të bëj sakrifica. Edhe secili i bën sakrificat në bazë të letrave që ka në dorë, e kupton? Sepse dikush, nëse Uliadi sakrifikon komedinë që të vazhdoj PhD-n, nuk do të thënë që unë duhet të sakrifikoj komedinë që të vazhdoj të tjetrën. Unë sakrifikoj atë që kam. Unë nuk mund të sakrifikoj një gjë që nuk e kam. Nuk mund të bëjmë kaq patetik, domethënë, sepse një Uliad ekziston. A ekziston një Bleon? Është pyetja. A do të ekzistojë një Bleon ose çfarë do të bëj ky Bleon? Që sot ylli Rakipi, ore mund të bëjmë asnjë gjë, po ne përpiqemi. Unë komedi nuk kam ndërmend ta lë kurr, po situata është e tillë që është një funksion kostoje, edhe ai funksioni kostos sa më i saktë jetë, aq më mirë dikton optimizimin e të ardhmes time. Kaq është. Na tregojnë çik për ato aktorë që studiojnë tash, që më thej çfarë do të tregoj çik më vonë. Jo, ata është pas kamerës, nuk është ndonjë gjë shumë interesante, jo. Pas kamerës, për të dëgjuar pas kamerës, e plako në Patreon, në Patreon, e kupton. Nuk do jetë as në Patreon, por që në Patreon po mund të jetë. Një gjë super cool që do ta ndaj me ty. Tani, është një titull, është një libër quhet Delicia nga John Dickey. Ose John Dick. Është Dick me një e në fund. Kush se di si është lexon njerëzit. Tani ky është libër për kulturën jashtë. Ky është libër për historinë e Italisë të treguar nëpërmjet ushqimit. Dhe nuk e di nëse e di ti, po ose kushdo që ka takuar italian ose është rritur në Shqipëri, e di që është ky miti që italianët thjesht gatuajnë më mirë plak. Italianët
e kanë në vete, jo po kanë recetat e gjyshes, burrat italian kanë recetat e gjyshes, të salcës, se këto Burrat italian janë gay, nuk e ke dëgjuar më ato grudon ti. Fshatrat në gjyshet në për fshatrat italiane që në kohën e Perëndërisë Rëmaje kanë recetat e vjetra të pastave ashtu. Të nëza gjithë kjo propagandë fashiste. S'ka asnjë vlerë, asnjë provë që kjo ka ekzistuar. Shumica recetave janë zhvilluar ose nga fabrika, ose nga familje fisnike, nga pozicionimi i tyre në rrugë tregtare. Armiku më i madh i çdo lloj socialisti sot e kësaj dite të kuptoj dhe të pranoj faktin që shumica e çdo lloj zbulimi në çdo lloj fushë të jetës janë bërë nga familje fisnike. Familje fisnike dhe tregu i lirë. Se familja fisnike janë thjesht familje që kishin para nga tregu i lirë. Prandaj është më lehtë për dikë që të thotë, jo po gjyshet shqiptare pas kanë qenë kare, s'kan ditur ti shpikin këto. Po gjyshet italiane po. Gjyshet shqiptare që kemi më të metne, kurse gjyshet italiane pas kanë patur këtë aftësi që të shpikin salca të ndryshme. Dhe është thjesht propagandë e Mussolinit, ajo që ka ndodhur edhe kaq. Jo, po thjesht do të kuptosh dhe faktin që salcat plak si gjë janë thjesht e ke do ata salcën e domates, po. Hidhi në një gjë tjetër, provoje. Ben. Po beri mirë, po s'beri s'ka gjë, provoj tjetrën. Edhe shumica gjërave italiane nuk janë as nga Italia, edhe as kafja, as domatja nuk janë pjesë e bime endemike në Itali. Pra është pasojë e tregut lirë, pasojë rrugëve tregtare, nuk ka pse ta fshej, nuk ka pse të sillemi sikur është kjo. Shko, këtu nuk bie 100% dakord, sepse nuk është italiane. Po, they are the one who told the joke louder. Po kjo është ideja që shumë gjëra i marrim si të mirëqena kur nuk janë, edhe shumë gjëra që kujtojmë se ka kohë që kanë ekzistuar, në fakt janë produkte të propagandave të kohëve të fundit. Jo, përveç të propagandave, domethënë ku ka tym, diku ka dhe zjarre. Ke parasysh se gjithon të si mos në Berlin këto leftë kanë fiksim. Po jo, po se noodles, e ke parasysh pasta ka ardhur nga Kina. Okej. Sikur ikën në restorant porosit pas kineze apo bolognese tash. Lëre tash më ka ardhur nga Kina. Nuk ka rëndësi, tregu i lirë vlla, jetojmë në një treg të lirë, po, e bëri më mirë ky. Hajde, hap krahun. Ose këtë, që të tregoj një libër që është i bën njerëzit me nerva, një sekond. Hajde. Buçim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.